Mëngjesi të martës e ka gjetur deti në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë të tërhequr pas. Një pjesë e rërës poshti ka dalë në sipërfaqe, duke dhuruar një imazh të veçantë. Edhe varkat kanë kapur rërën. Zbatica shkaktohet gjatë 24 orëve 50 minutave si pasojë ndikimit të forcës tërheqëse të hënës. Ajo sigurisht mund të shkaktohet edhe nga forca tërheqëse e diellit, por për shkak të largësisë së madhe, ndikimi i diellit në formimin e fazave të detit është më i vogël se ai i hënës. Baticat dhe zbaticat, këto lëkundje ritmike vertikale të ujit të detit, në gjuhën botërore quhen me një emër të përbashkët, faza e detit. Në fakt, uljet dhe ngritjet periodike të nivelit të detit njihen me emërtime batica dhe zbatica, të cilat ndodhin në mënyrë periodike afro çdo 6 orë. Lëvizja e hënës përreth tokës bëhet në një kohë, për 24 orë 49 minuta, dhe njëkohësisht distanca e hënës nga toka nuk është gjithnjë e njëjtë, por njëkohësisht edhe dielli ka tërheqje gravitacionale. Në momentin kur toka, hëna dhe dielli janë të rreshtuar, fuqia e tyre gravitacionale rritet, duke shkaktuar ato që njihen si batica dhe zbatica pranverore, të cilat janë mjaft të dukshme, si rasti këtyre ditëve të këtij fillimarsi. Megjithatë, një shpjegim gjithëpërfshirës dhe më të detajuar duhet të japin astronomët. Kjo ishte situata në plazhin e vjetër gjatë kësaj të marte, ku qytetarët kanë shijuar jo vetëm rrezet e diellit, por edhe tërheqjen e detit dhe daljen e tokës.